Mediat australiane raportojnë se Belina Pupa dhe aktori i njohur i humorit Elvis Pupa akuzohen për kultivim lëndësh narkotike. Referuar mediave në Australi bëhet me dije se çifti është zbuluar një shtëpi bare në Adelaide ku ata jetojnë prej shumë vitesh. Belina Pupa përballet me akuza për kultivim të një sasie të madhe kanabisi dhe ndërhyrje të paligjshme në rrjetin e energjisë elektrike, ndërsa po ashtu i bashkakuzuar është dhe aktori. Pupa është paraqitur në gjykatë dhe aktualisht është në lirim me kusht, ndërsa Elvis Pupa thuhet se është larguar nga Australia dhe është shpallur në kërkim nga autoritetet atje. Por së fundmi, Belina Pupa ka reaguar lidhur me akuzat që rëndojnë mbi të dhe Elvis Pupën, pra bashkëshortin e saj. Në një deklarat, ajo shpreu se ambienti në fjalë ku janë evidentuar shkeljet ligjore është një pronë në emrin e saj, por e dhënë me qira duke sqaruar. Bëhet fjalë për një pronë të dhënë me qira, por që është në emrin tim. Gjyqi po mbahet për pasqyrimin e fakteve. Nuk mund të them asgjë më shumë derisa çështja të mbyllet për arsye hetimesh në radhë të parë, por edhe për të qenë qartë për të gjithë në fund. Për arratisjen e dyshuar dhe shpalljen e kërkimit të bashkëshortit të saj, ajo nuk dha ndonjë koment. Belina Pupa aktualisht po përballet me akuzën e kultivimit të 43 bimëve kanabisi, shkelje që dyshohet se ka ndodhur në periudhën kohore 1 janar 4 prill të këtij viti. Lajmi është hedhur pak ditë më parë nga mediat australiane dhe Advisor, që shkruante: një influencuese dhe terapiste nga Adelaide është akuzuar në lidhje me një perandori të madhe kanabisi, ndërkohë që gjykata shpreh se i dashuri i saj i bashkakuzuar është larguar nga vendi. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.